Një ditë, shokët e pejgamberit thanë: O i dërguari i Allahut, cila është mençuria e dashurisë suaj ndaj Hazreti Aliut kaq shumë? Na tregoni gjithashtu se ne do të dimë për të dhe do t'i flasim më shumë se më parë. I dërguari i Allahut tha: Shkoni thërrisni Aliun dhe merrni lajmet prej tij. Njëri prej sahabëve shkoi për të ftuar Hazreti Aliun. Para se të vinin, Serveri e Nbia tha: O shokët e mi, çfarë do të bënit nëse i bënit mirë dikujt, por nëse ai person ju bëri keq? Të gjithë thanë: Ne përsëri do t'i bënim mirë. Çfarë do të bënit nëse ju dëmton përsëri? Shokët u përgjigjen në të njëjtën mënyrë: Ne do të bëjmë mirë përsëri. I dërguari i Zotit tha për herë të tretë: Çfarë do të bënit nëse ai u bën dëm përsëri? Ata ulën kokën dhe nuk u përgjigjen. Pastaj erdhi Hazreti Aliu. Pejgamberi e pyeti Hazreti Aliun 7 herë me radhë: Çfarë do të bëje nëse i bën nder dikujt e ai ta kthen me të keq? Në të 7 herët ai u përgjigj: Unë do t'i bëja mirë. Pastaj tha: O i dërguari i Allahut, për hir të Allahut, përveç të cilit nuk ka zot tjetër, them se nëse personit të cilit i bëra nder do të kishte 1000 vjet jetë, dhe nëse unë do t'i bëja nder çdo ditë e ai do të vazhdonte të ma kthente me të keqe, unë do të vazhdoja t'i bëja mirë. Të gjithë sahabët thanë: O i dërguari i Allahut, Hazreti Aliu qenka me të vërtet për t'u dashur, aq sa e doni dhe e nderoni jo atë. Kjo çështje nuk duhet të keq kuptohet. Sahabët e nderuan nuk pyeten në lidhje me Hazreti Aliun, sepse jo që e kishin zili, por nga dëshira për të mësuar gradën e lartë të tij.